Qysh në të rjellet e nanën kanë fillu vujtjet e popullit shqiptar, kur Anglia, Amerika imponuna me zogën me ik, se doshin me ngull komunizmin gjakatar i Shqipëri. E vunje Enver Hoxha, Gjakpi është një super armik i popullit shqiptar, që për 50 vjet anti-Shkodër, anti-katoliku më i madh ku ka në Enver Hoxha. Musliman janë, pa anti-katoliku më i madh. 50 vjet Enver Hoxha asnjë ministër katolik s'ka ba. Edhe me 6 kurt 1967 ditë e hane, Enver Hoxha mori vënimin me mohu fejnë të mallin zot populli shqiptar, vetëm me shkatëru kulturën shkodrane, kryesisht kulturën katolike shkodrane. Prandaj, edhe Edi Rama me klanin e tij super armik i betuar i popullit shqiptar i Shkodrës. Kultura shkodrane ju erson syt komunistave, ultra komunistave. Tu a dosh, se s'noshta s'mlejohet me fol, tu a dosh disa mira vetë mi shtru në asfalt e mi uhit me tanke sipër. Një fillu pejte gjakatari Enver Hoxha me Meçe Kadrias Bero, Ambizali e tjerë, me shpor, me ligj, si shbani Suharto në Asotjoni në Indonezi në 65. 700.000 vetë kanë pushkatu, kur kanë përmys komunistin Sukarno. A dënë zoti, mi amush menë në anglo-amerikanëve me në shkull komunizmin me rrajnë njëre për gjithmonë. Në të pelen, ambasadores amerikane i bana i këtë pytje, zoja ambasadore, kur dhe të vinë dite që në Shqipëri të shkullën rrajt e komunizmit i herë për gjithmonë, në pau kështu, edhe mu hellë kështu më përqafaj, nuk më dha përgjigje. Di me thoni këtë post komunizmi, u varros komunizmi ekstrem shqiptar një herë për gjithmonë, rrof liri, art liria e vërtet sa më shpejt, sidomos për popullin e Shkodrës, se anti-Shkodër janë, tanë qeveritar që janë.